Javën e ardhshme mund të fitojë ndeshjen, besoj që mund ta kaloj këtë situatë vështirë, por për të përmendur edhe skuadrën e Vllaznisë, e cila ka lënë mbrapa në atë mini krizë, tani po fillon të marrë fitore dhe mbi gjitha është rikthyer tek loja që ka qenë që në fillimin e kampionatit. Anile mendon se ky kampionat është më i fortë apo më i dobët nga sezonet e tjera? Se di, mendoj që të paktën nga 2006, çfarë ka po nis, po bëhet edhe më i bukur, ku çdo pikë ka rëndësi, se na mbetet për ta parë deri në fund se si do të shkojnë rezultatet. Nuk mund të themi që është faza më vendimtare, por çdo pikë ju vlen skuadrave, sepse nuk do kenë më shumë kohë për të rikuperuar më vonë. Patjetër që interesante qëndron ajo se çfarë po ndodh në fund dhe ndeshja e sotme kishte thënë dhe trajneri. Nuhiu që do ishte një finale për Tiranën dhe mendoj që këto 3 pikë do të japin më shumë motiv dhe moral, që shpresoj që si një ekip me emër dhe me histori që është mos ta diskutojmë më shumë gjatë rënien nga kategoria, dhe pse nuk mund të them që ende e ka të sigurt, sepse pavarësisht në vend të jetë, po, në vendin e fundit një pikë diferencë me vendin para fundit, i duhet ende punë, ndërsa tabloja në krye të tabelës mendoj që është e qartë, nuk mendoj që do ketë surpriza. Elbasani padyshim që në këtë sezon mbetet një surprizë që arriti të ishte pjesë e 4-shës të parë, por na mbetet ende rrugë për të kuptuar më shumë. Kush është më në rrugë të mbarë për të fituar kampionatin në atë këndvështrimin tënd bashkë me analizat që bën në studio? Po, duke kuptuar pak më shumë, po, mendoj që Egnatia nuk e mban kot titullin kampion. Mendoj që po, Egnatia dhe Vllaznia do të kenë sezon? Egnatia Vllaznia. Vllaznia po, i shoh si dy ekipet që ndoshta për mendimin tim do të meritonin të ishin edhe në finalen e të madhe. Por Egnatia mbetet më favorite, mendoj që bën futbollin më të bukur në kampionatin tonë. Megjithatë diferenca nuk është shumë. Kanë pikën në fakt. Në fund pastaj rëndësi ka pikën. Patjetër mund të ketë surprizë, mund të fitojë edhe. Në fakt Egnatia ka më shumë pikë se sa vitet e shkuara ku ka shpallë kampion, por ajo që shqetëson në kamerën Rruguzhinës është fakti që me këtë formulë edhe nuk kanë shumë rëndësi pikët, ëh. Paktën se në fund gjithmonë finale është surprizë. Me këtë formulë më shumë se kur ka më shumë pikët. Po mi më se le përgjithësimi i pikët bëhet, por kjo formulë sjell që këto janë shkëputur 4 të parat. Unë mendoj drejt tha që unë shikoj që brenda këto 4-shet nuk do ketë lëvizje. Pra, shikoj një ndek Partizani dhe ekipet e tjera Durrësi ngel për tu parë, nuk diskutohet. Nëse ne referohemi pa ndeshjet e 2026-s, Vllaznia ishte shkëputur 7 pikë nga kreu, nga Egnatia. Sot është me pikë barabarta. Pra ishte në vend katër. Nuk ka. Po prapë më do shkosh në fort dhe bësh prapë. Dhe për sa i takon formulës, për gjithë ata që na ndjekin, ka shumë rëndësi pikët. Sepse kur në 2 vite më parë ishte vendi i parë i Durrësit thjesht barazimi dhe u zeronte çdo gjë, tani jo. Në fund, në qoftë se po marrim një shembull, Egnatia po themi ka 70 pikë dhe 65 po Vllaznia, Egnatia pastaj shkon 35 dhe ekipi tjetër në këtë rast pra Vllaznia shkon në kodën 32 pikë dhe 3 pikë, ku janë 3 ndeshje për të luajtur, janë shumë në fund. Ndryshon totalisht tabloja e gjës. Ajo që duhet thënë është fakti që këto 3 javët e para të 2026 e ka bërë kampionatin të spektakolar. Pra, Tirana merr 7 pikë dhe ka sot 17, në kohë kishte 10 pikë në 18 javë kampionat në 2 fazat lojës, sepse blerjet e janarit po tregon që janë shumë vendimtare. Lojtari që shënoi sot, Patrik Myslovic, ka ardhur në merkaton e janarit dhe